Rreshtet e Dëborës kanë mbuluar në orët e para të mëngjesit zonat malore të qarkut të Kukësit, kryesisht mbi 700 metra mbi nivelin e detit pas disa ditësh me rreshtet të dendura shiu. Dëbora ka prekur të disa segmente të rrugës së Kombit me rreshtë që nisen rreth orës 4. Aktualisht rreshtet janë ndërprerë dhe qarkullimi vjen normalisht, por autoritetet dhe kompania mirëmbajtëse e aksit bëjnë apel për kujdes të shtuar. Temperaturat e ulta pritet të krijojnë rrëshqitje dhe ngrica gjatë orëve në vijim. Drejtuesve të mjeteve u rekomandohet të ulin shpejtësinë në segmentet malore, të ruajnë distancën sigurisë, të shmangin frenimet e forta dhe manovrat e papritura, si dhe të përdorin goma dimri ose zinxhir në zonat ku dëbora formon shtresë në asfalt. Mjetet borpastruese dhe ato të hedhjes së kripës vijojnë patrullimin përgjatë rrugës së Kombit, duke ndërhyrë sipas nevojave për të garantuar qarkullimin. Autoritetet paralajmërojnë se rikthimi i rresheve gjatë ditës mund të sjellë ngadalësime në disa segmente. Në disa fshatra të Bulqizës janë zbardhur nga dëbora, e cila ka vijuar që prej orëve të mëngjesit, shoqëruar me temperatura nën zero. Në aksin Bulqizë-Ura-Çerenci raportohet prezencë akulle në disa pjesë të rrugës, duke e bërë qarkullimin të rrezikshëm. Policia apelon për lëvizje me kujdes dhe respektim të sinjalistikës. Kompania mirëmbajtëse është kërkuar të hirë për të shmangur akullin, ndërsa disa fshatra të zonës raportojnë mungesë të energjisë elektrike për shkak të kushteve të vështira atmosferike. Ndërkohë terminali i autobusëve dhe furgonave të fshatrave në Bulqizë vijon të jetë i përmbytur për më shumë se 2 javësh. Pavarësisht ndërhyrjes së bashkive me një ekskavator, uji nuk është tërhequr plotësisht, duke zgjatur zhbllokimin e infrastrukturës.